Në ditën e shenjtë të Pashkës, presidenti i Republikës Bayram Begaj zgjolli famullinë e Shëngjinit për të uruar besimtarët e krishterë për këtë festë të rëndësishme. Gjatë vizitës, kreu i shtetit ju bashkua ritualit fetar në Kish, duke përcjellë mesazhe shprehëse, besimi dhe solidariteti për të gjithë besimtarët në këtë ditë të shenjtë. Pas mesazhit Urbi e Orbi të Papa Leonit në praninë të Kardinal Troshanit, një mesazh i dhënë nga unë nuk është në lartësinë atij të dhënë nga Papa Leoni, por unë do të mundohem të bëj mesazhin tim për të gjithë besimtarët e pranishëm këtu, për të gjithë shqiptarët të cilët festojnë këtë ditë të shenjtë, gëzuar Pashkën. Uroj për gjithë besimtarët kjo ditë e shenjtë të sjellë paqe, shpresë dhe bekime për çdo njërin dhe për familjet e tyre. Kjo ditë e shenjtë është një ditë e cila na bën të kemi një reflektim të thellë shpirtëror dhe një kujtesë të fortë që e mira mbizotëron mbi të keqen. Dhe dashuria dhe sakrifica do të mbizotërojnë jetën tona. Mesazhi i kësaj dite të shenjtë, i ringjalljes dhe dritës, është një mesazh i fortë, i cili na bën të kujtojmë që duke qenë bashkë, duke qenë solidar, do të punojmë më shumë për të përmirësuar jetën tonë, për të pasur më shumë begati në familjet tona, dhe pse jo, për të pasur një shoqëri më të fortë dhe më të begatë. Unë dëshiroj të theksoj që kjo harmoni fetare në Shqipëri është gur themeli i shoqërisë tonë, ku besimi dhe respekti për njëri tjetrin është forca jonë. Prandaj në këtë ditë të shenjtë, unë edhe një herë ju uroj gëzuar Pashkën. Qofshi të lumtur dhe të bekuar në familjet tuaja dhe të jetë kjo ditë burim force, burim bekimesh dhe burim energjish pozitive për gjithë shoqërinë tonë. Faleminderit. Festën e Pashkëve e ka uruar nga Shëngjini edhe Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi. Dalëpar do të uroj të gjithë qytetarët e Lezhës gëzuar Pashkën. Zoti ju bekoft ata dhe familjet e tyre. Mesazhi i Pashkës është një mesazh i cili qëndron në thelb në ata që ngadhnjën jeta mbi vdekjen, drita mbi errësirën, edhe urimet tona shkojnë për gjithë familjet e qarkut Lezhës. Zoti të bekojë dhe të japi dritë familjet e tyre dhe kjo mbarësi qëndrojë me ta. Dhe kjo është mesazhi që ne përcjellim sot pikërisht këtu nga Kisha e Shëngjinit. Pjesë e ritualit fetar në Kishën e Shëngjinit ishin edhe kryetari i Bashkisë Lezhë Pierin Ndreu, deputet të Partisë Socialiste dhe autoritetet të tjera vendore, ku ndoqën edhe mesazhin e kësaj feste të dhënë nga Vatikani nga Papa Leoni i 14.